Dëmtimi i shtresës së urës Tibel që lidh fshatra Shkallë dhe Guri Bardh me rrugën e Arbrit vijon të shqetësoj banorët e zonës, të cilët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme për eliminimin e rrezikut. Ura përdoret çdo ditë nga 10 banorë dhe automjete për të kaluar mbi zallin e Murrizës, duke qenë në vetmja lidhje me rrugën kryesore. Shtresa prej dorasë e urës është dëmtuar sërish pavarësisht riparimeve të herpashershme. Dorasat e thyera dhe të amortizuara krijojnë vështirësi në qarkullim dhe rrezikojnë sigurinë e drejtuesve të mjeteve, veçanërisht gjatë kalimit të automjeteve të tonazhit të rënd. Drejtuesit e mjeteve që e përdorin këtë urë shprehin se kjo problematikë vazhdon prej shumë vitesh, madje edhe përpara ndërtimit të rrugës së Arbrit. Sipas tyre, riparimet e përkohshme nuk e kanë zgjidhur problemin dhe kërkohet një investim i plot që të garantojë lëvizje të sigurt për banorët dhe mjetet. Si duket kjo urë? Zgjonoh prej poplit si ka lë këto. Zgjonoh prej poplit. Ky popull duhet dalin mes zgjatës edhe të bërtasit bllokojë rrugën. Një populli tonë që janë gjithë fukarej, ka 2 plesë për shtëpia, të dalin këto në rrugë të bllokojnë rrugën për mos lajnë makinë pa rregulluar. Ura te amortizuara, shkatërrua komplet. Jo shkatërruar, po këtë unë besoj se si besojnë shoferat si hypin në këtë orë. Si besojnë shoferat. Si besojnë ai si janë shofer, ai si se di. Në kalën, se jemi popull marë, të njeh fshat merren për Tiranë tash. Ura në fjalë e njohur nga banorët si ura e Spatës është ndërtuar shumë vite më parë dhe deri më tani nuk ka përfituar një investim të plot rikonstruksioni. Për këtë arsye amortizimi i saj është shtuar nga viti në vit, duke e bërë gjithnjë më të vështirë përdorimin e përditshëm. Lidhur me këtë shqetësim, drejtues të bashkisë Klos bëjnë të ditur se jo vetëm ura e Gurit të Bardh, por edhe urat e tjera Tibel në territorin e kësaj bashkie janë përfshirë në një projekt për ndërtimin e tyre me konstruksion betoni, financim që parashikohet të realizohet përmes Fondit Shqiptar të Zhvillimit.